mbaj një takim shumë i veçantë. Altin Troplini ishte mbledhur BKH-n dhe u lexonte urdhrin e fundit të Edi Ramës. Do të çarmatosen që të gjithë agentët e BKH-s dhe do armatosen me revolte drase, me patllake drase. Ma patllake të vërteta nuk do ketë. Se ne të merruan kryeministrin. E murë të vesh besoj apo jo. Dhe kishte mbajtur të fshehtë 20 e sa ditë. Praninë shkurjen e agjentëve të BKH-s në kryeministri me patllake, Rama i tmerrur e mbajti të fshehtë 20 e sa ditë dhe e nxori të nesmen e vendimit të irenave të kushtetuesës. Të vendimit antikushtetues, antiligjor, të turpshëm, të pa precedent në historinë e Europës dhe të botës. Për një vend me shtet ligjor. Kjo i dha zemër Edi Ramës. Shikoni pse foli djaj, se nuk e keni kuptuar, nuk e keni analizuar mirë, kam pa unë. Ai foli dje sepse pas vendimit të gjykatës kushtetuese mbyllet absolutisht çdo mundësi e institucionit të hetimit të hetoj ministra. Ai mori garanci të plotë